Pas më shumë se 3 dekadash nga ndërtimi i tij gjatë regjimit komunist, tuneli kundër bërthamor i njohur sot si Bunkart rihap për publikun, këtë herë i transformuar me një hapësirë historike dhe artistike. Dikur i projektuar për të strehuar drejtuesit më të lartë të vendit në rast sulmi, objekti tashmë shërben si muze, që pasqyron një periudhë të rëndësishme të historisë shqiptare. Ky bunker i madh nëntoksor, i ndërtuar gjatë kohës së diktaturës së Enver Hoxhës, përfshin 5 nivele dhe mbi 100 dhoma. Brenda tij ndodhen ambiente të ndryshme, përfshir dhomat e parashikuara për vet Hoxhën dhe kryeministrin e asaj kohe, Mehmet Shehun. Sot, këto hapësira janë përshtatur me ekspozita që përfshin objekte origjinale, dokumente, uniforma dhe elemente të tjerë që tregojnë për funksionimin e sistemit në atë periudhë. Ndër veçoritë më interesante janë salla e kuvendit, që do të përdorej në rast lufte, ambientet e filtrimit të ajrit për mbrojtje nga sulmet kimike, si dhe hapësira të tjera funksionale që ruajnë atmosferën e kohës. Vizitorit mund të ndjekin një rrugtim të kuruar me kujdes, ku çdo dhog shoqërohet me informacion historik. Ndërtimi i këtij objekti nisi në fillim të viteve 70, në një kohë kur Shqipëria po investonte fuqishëm në fortifikime, sidomos pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik. Projekti ishte pjesë e një strategjie më të gjerë mbrojtjeje, që çoi në ndërtimin e mira bunkereve në të gjithë vendin. Sot, ky kompleks përfaqëson një kombinim të historisë, arkitekturës ushtarake dhe artit bashkëkohor, duke e kthyer një simbol të izolimit në një hapësirë reflektimi dhe kulture.